Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun e falënderojmë për të gjitha gjërat, më të voglat edhe më të mëdhajat. Allahun e falënderojmë për të gjitha të mirat në cilët gjendemi ne tani. Allahun e falënderojmë për të gjithë organizimin që e bën të jetës sonë. Allahun e falënderojmë për krejt ato gjëra që i kemi dëshiruar dhe i kemi arritur. Allahun e falënderojmë për të gjitha ato gjëra që i kemi dëshiruar dhe nuk i kemi arritur. Allahun e falënderojmë për çdo herë dhe për herë, pafund. Allahun e falënderojmë për çdo gjë që kemi në jetën tonë. Falëndrimi ndaj Allahut është prej adhurimeve më të mëdha të zemrës së besimtarit, me të cilën adhurim ai e ngrit pozitën e tij tek Allahu dhe i fiton mirësitë e shumta nga Allahu, edhe ato që ndoshta nuk i ka menduar. Sepse Allahu i madhreshëm në Kur'anin fisnik tha: "Wa la in shakartum la azidannakum", sigurisht se nëse ju i falëndroheni Allahut, sigurisht se Allahu ka për t'u ashtuar ato. Ose përkthimi më tekstual është: "La azidannakum", sigurisht që unë kam për t'u ashtuar ato të mira. Andaj, ta mësojmë veten vazhdimisht ta falënderojmë Allahun në mëngjes, gjatë ditës, në mbrëmje, kur shtrihemi në shtrat për të gjitha të mira që i kemi, sepse ndryshimi mund të jetë i befasishëm në jetën tonë. Të kesh pasuri e për një sekond ta humbish të gjithën. Të kesh siguri e për një sekond ta humbësh atë. Të kesh familje e për një sekond ta humbësh atë. Të kesh autoritet e pushtet dhe për një sekond ta humbësh atë. Të kesh shumë të mira nga Allahu dhe për një sekond t'i humbish ato. Andaj falënderoj Allahun për krejt ato të mira që i ke, tregohu mirënjohës vazhdimisht ndaj tij dhe mos e haro falëndrimin, të bëhet edukat, kulturë e jotja e përditshme ndaj çdo kujt që të bën mirë. Ashtu siç tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "La yashkurillaha man la yashkurin nas." Nuk e falënderon Allahun ai që nuk i falënderon njerëzit. Po para kësaj tha: "La yashkuril kathira man la yashkuril qalila." Nuk mund të falënderon të shumtën ai që nuk din me falëndru të paktën. Andaj na e falënderojmë Allahun për të gjitha të mira që kemi, ato më të paktat edhe ato më të shumtat, insha Allahu Teala.